Krim brutal në Britani. 68 vjeçari vreti zhgruan e tij me 19 thika mbi varin e djalit të tyre. Një tragjedi familjare ka ndodhur në Britani dhe ka shkaktuar tmerr dhe neveri pasi një burr 68 vjeçar i preu kokën gruas së tij mbi varrin e djalit të tyre, i cili kishte kryer vetvrasje. Për këtë krim, ai përballet me një dënim që mund të arrijë deri 25 vite. Sipas raportimeve të Daily Mail, Martin Suter rrefeu vrasjen e ish gruas së tij 71 vjeçares Anne Blackwood në varrezat e qytetit Stubbington. Autoritetet kanë bërë të ditur se ai përdori një thik kuzhine për të kryer këtë vrasje. Sipas dëshmive të gjyqit, Suter, i cili kishte ngritur një prit gruas, ish gruas së tij, të cilën e kishte pritur për 5 orë në varreza, ditën e ditëlindjes së djalit të tyre. Në përshkrimin e krimit u tha se Suter e goditi Anne në shtëpinë me thikën e kuzhinës dhe më pas e përfundoi vrasjen me një palë gërshër. Sipas sulmit, ai telefonoi policinë dhe u tha: "Sapo vrava ish gruan time", duke e fajsuar më pas për vetvrasjen e djalit të tyre, i cili kishte kryer aktin tragjik në vitin 2003. Suter pranoi vrasjen, por deklaroi në mbrojtje se nuk kishte marrë thik me qëllim të veçantë për të vrarë, por për të prerë lulet. Megjithatë, ai përballet gjithashtu me 6 akuza të tjera lidhur me sulm ndaj një vajze në moshën 14 vjeç. Sipas raportimeve, autori i krimit ishte një antar i respektuar i komunitetit lokal dhe banonte në një shtëpi me vlerë 800.000 pound në një zonë të njohur për entuziastët e lundrimit me vela. Ai ishte gjithashtu pronar i një jahti, antar i Partisë së Gjelbër dhe kandidat në zgjedhjet lokale të mëparshme.